Gjesje G operohet në G pas diagnozës me kancer, ndan pamje nga spitali. Gjesje G ka bërë një përditësim shëndetësor me fansat e saj, teksa zbuloi operacionin e kancerit të gjirit. Këngëtarja 37 vjeçare foli në rrjetet sociale pasi gjatë muajit qershor zbuloi diagnozën e saj të kancerit. Duke ndarë fotografi në një shtrat spitali, ajo zbuloi se ishte operuar dhe ndau pamje me djalin e saj dhe partnerin, Canan Coleman. Ky postim përmban uljet dhe ngritjet e sinqerta të 48 orëve të fundit. Unë do të tregoj gjithmonë pjesët e mira dhe të vështira të çdo udhëtimi që kaloi. Falenderoj kirurgun tim dhe të gjitha infermierët që u kujtesën për mua dhe të gjithë familjen time, miqtë e mi që erdhën për vizitë, shkroi ajo. Ajo shtoi se është kthyer në shtëpi duke shkruar: Tani jam në shtëpi për të pushuar dhe për të pritur rezultatet.